Sipas studiuesve të historisë, Gjirokastra duhet të përqendrojë më shumë vëmendje tek turizmi historik. Qyteti ka qenë vendlindje e shumë personaliteteve të njohura, të cilët kanë lënë gjurmë jashtë Shqipërisë, në vende të ndryshme të Europës dhe Ballkanit. Ky aspekt i pasurisë kulturore ofron mundësi të rëndësishme për zhvillimin e turizmit, duke tërhequr studiues, turistë dhe njerëz të interesuar për historinë dhe trashëgiminë kulturore të zonës. Të kthej vëmendjen në një farë mënyrë Gjirokastra edhe përsa i përket turizmit të historisë. Pra kemi shumë personalitete të cilët janë nga Gjirokastra, por aktivitetin e tyre e kanë patur normalisht jashtë Shqipërisë dhe në vende të ndryshme të Evropës, të Ballkanit apo megjithëse kaq. Kështu që një pol i rëndësishëm i zhvillimit të turizmit, themi në pjesën e historisë, është dhe kjo që njerëz të ndryshëm apo studiues të ndryshëm, të cilët kanë nevojë të informohen për personazhe të ndryshme që janë prej asaj zone, normalisht do të organizojnë edhe ekspedita apo do të organizojnë edhe takime të ndryshme, dhe kjo do të bëjë më shumë tërheqjen e njerëzve të cilët vinë drejt qytetit të Gurtë. Sipas studiuesit të historisë Niko Kotherja, sa më të kualifikuarat jenë ambientet muzeale, bibliotekat dhe sallat e arkivit, aq më të sakta dhe objektive do të jenë studimet për të kaluarën e Gjirokastrës prej tyre. Sa më të kualifikuarat jenë ambientet e muzeumeve, cilat kanë nevojë dhe për një sallë arkivi apo për një sallë biblioteke të muzeut, këto premtojnë që të kemi studime akoma dhe më të mira, akoma dhe më objektive të ngjarjeve të personazheve historik, dhe pse jo një pasqyrë më reale të së shkuarës, jo vetëm të Gjirokastrës, por edhe megjithëse aq. Investimet në infrastrukturën kulturore premtojnë një pasqyrë më të qartë dhe më reale të historisë së qytetit, duke e bërë Gjirokastrën jo vetëm një destinacion turistik, por edhe një qendër të rëndësishme studimore dhe kulturore.